Mrekullia e lutjes. Doktori u tërhoq një hap prapa. Gishti i tij i akull ndali mbi ekranin e monitorit. Një vije drejt, një heshtje vdekjepruese. Zemra e burrit kishte pushuar. Sikur e gjithë dhoma të ishte mbështjell nga një boshllëk i ftohtë. Një peshë e rënd i ra krahërorit. Si t'ua them familjarëve, mendoi ai, ndërsa një ndjenjë, faji dhe pafuqie i u ngatrua në mendje. Gruaja e pacientit, e mbledhur pranë shtratit, dukej si një statuje trishtimit. Sytë e saj të përlotur ishin drejtuar nga qielli pa dukshëm i dhomës sterile. Zëri i saj dridhej si një fije bari në furtunë. O Zot, ti që i dhe ritmin kësaj zemre në barkun e nënës së tij, mos e lërë të ndaloj tani. Ajo mbylli sytë dhe një rrëqethje përshkoi trupin. Ishte një ndjesi e thellë, sikur lutja i kishte shpërthyer nga thellësitë më të errëta të shpirtit. Doktori uli kokën. Ishte gati të largohej, të pranonte të pashmangshme. Derisa një tingull, një rrahje e vetme, një tjetër, monitori u mbush me jetë. Vijat e ftohta të ekranit u kthyen në lëvizje. Dhoma u mbush me një gjallëri që kishte munguar veç një çast më parë. Zemra e tij rrihte përsëri. Gruaja ngriti duart te fytyra. Mes lotëve që tashmë nuk ishin vetëm dhimbje, por lumturi e pastër. Ishte sikur i gjithë gëzimi i botës të kishte shpërthyer në krahërorin e saj të brisht. Duke pompuar çdo ditë mbi 7500 litra gjak nëpër një rrjet enësh mbi 100.000 kilometra të gjata. E ndar nga 4 dhoma, funksionon në harmoni të përsosur, drejtuar nga një sistem elektrik i pakapshëm për mendjen njerëzore. Doktori psherëtiu thellë dhe pa vedije pëshpëriti në zë. O Zot, sa i përkryer je. Dhe e kuptoi, zemra e njeriut mund të rrihte brenda gjoksit të tij, por ajo nuk i përkiste atij. Ajo i përkiste krijuesit të saj, të vetmit që kishte fuqinë ta ndalonte, apo ta bënte të rrihte sërish. Në atë çast, në mesin e heshtjes dhe tronditjes, një vërtet e thjesht, por hynore, u shpalos para syve të gjithëve. Zoti nuk është thjesht shpresa e fundit. Ai është fillimi, fundi dhe mrekullia në mes. Zemra që kishte pushuar i u bind urdhrit të tij për të rrahur sërish, sepse kur njeriu nuk mundet më, Zoti vetëm fillon. Dhe çdo rrahje zemre, që nga e para e deri te e fundit, është një dëshmi e gjallë se ai është gjithmonë aty, i gjithdijshëm, i gjithfuqishëm, i gjallë dhe jetëdhënës.